Додека во јавноста се дебатира кој ќе биде лидер на Влен, внатре во коалицијата веќе се разговара за нов концепт како ќе се продолжи понатаму. Според Касами, во моментов Влен има договор кој, како што вели, нема причина да се менува до следните избори, но за наредните парламентарни избори ќе биде потребен нов договор. Kemi marrë veshje që unë besoj se nuk kemi arsye për ta ndryshuar deri në zgjedhjet e radhës. Por zgjedhjet e radhës sigurisht që do duhet të futemi me një koncept të ri. A do të pajtohemi që të jetë ky koncept apo ta ndryshojmë konceptin, është çështje që do të vlerësojmë momentumin politik të zgjedhjeve kur do të vi. A mund zë Kasami të konstatojmë nga kjo që folëm deri tani se nuk bëhet më fjalë se kush do të jetë lideri i Vlenit, por a do të jemi bashk në zgjedhjet e ardhshme? Besoj që bëhet fjalë edhe për atë se si do të jetë leadershipi i ardhshëm i Vlenit, bëhet fjalë edhe për atë se si do të ndahen përgjegjësitë brenda një marrëveshje të re për zgjedhjet e radhës parlamentare dhe bëhet fjalë për atë se cila do të jetë oferta dhe cili do të jetë programi me të cilin ne do të dalim në zgjedhjet e radhës. Pra, në këtë rast është me rëndësi edhe struktura e leadershipit, është me rëndësi edhe formati i organizatës me të cilën do të shkojmë në zgjedhje dhe është me rëndësi sigurisht edhe kontributi çdo njërit nga ne në këtë organizat. Конкретно за лидерската позиција Касами изјави дека би поддржал опција која ќе биде прифатена од сите, но за него поприфатив е моделот со двајца председатели, односно ко-председатели. Инаку од формирањето на коалицијата се беше распределено пропорционално меѓу четирите партии по 25% за секоја, но очигледно за следните избори се бара нов концепт.